Balanca mes jetës profesionale dhe asaj familjare, si dhe rritja e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës, ishin në fokus të një konference rajonale të zhvilluar në Tiranë, ku diskutua për afrimi i politikave të vendeve të Ballkanit Perëndimor me standardet e Bashkimit Evropian. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit mbetet e angazhuar për të mbështetur politika, për të mbështetur reforma, të cilat nxisin pjesëmarrjen e grave në ekonomi, që nxisin fuqizimin e sipërmarrjes dhe zhvillimin e aftësive dhe krijimin e një mjedisi pune që reflekton standardet dhe vlerat europiane. Në fjalën e saj, ambasadorja e Austrisë në Shqipëri, Monika Zak, theksoi se kjo është një temë e rëndësishme për Bashkimin Evropian. Austria është e përkushtuar të mbështesë Shqipërinë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe mbetet e vendosur për përmirësimin e jetesës së qytetarëve të saj përmes zbatimit në praktik të direktiva dhe akis të BE-s, si ato që po ndajmë sot për balancën punë-jetë dhe mundësitë e barabarta. Ky aktivitet u zhvillua në një kohë kur shqetësimet për pasojat e ndryshimeve demografike mbi ekonominë, fuqinë punëtore, qëndrueshmërinë e sistemeve të mbështetjes sociale, shërbimeve janë në rritje, ndërsa vendet e rajonit vijojnë përpjekjet për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian.